Thot, sa duhet të jenë të trasha çorapet për të lejuar mesh mbi to, dhe a lejohet të përdoren përmes çorapet e grave që nuk janë të tedukshme. Thot që tjetë këto çorapet e grave, zakonisht kuptohet që janë të tedukshme, por ka thënë pyetja ato që nuk janë të tedukshme, do të thënë që janë pak më të trasha. Por megjithatë, kur thuhet çorapet grave, do thotë janë shumë të holla dhe është rreziku për përdorimin për mesh. Nuk ka ndonjë trashësi të caktuar me ndonjë argument nga Kurani ose Suneti, që duhet të jenë kaq milimetra ose gjithashtu nuk ka material të caktuar në Kuran ose në Sunet. Do të thënë ata që akuzojnë që të jenë prej lëkure ose të jenë kështu, ose të jenë prej plastike ose prej hekuri do t'i bëjnë ngadalë, nuk ka argument në Kuran ose në Sunet. Edhe trashësia nuk është e caktuar, mirë po kanë thënë dietarët që për ta ditur se e ka mbuluar këmbën, do të thënë nuk duhet të duket këmba kur të mbulohet, kur mbulohet me këtë çorap. Dhe gjithashtu për ta ditur se e ka mbuluar këmbën, është nëse e prek çorapin me dorë të lagur, në të njëjtin moment e ndjen ujin në këmbë, do të thënë se është i hollë, edhe nuk lejohet për mesh. Anëse e fshin, do të thënë siç është sipas Sunetit, me dorën e lagur dhe nuk e ndjen lagështinë në atë moment, ndoshta pas disa momenteve mund të depërtoj, atëherë mund të përdoret për mesh. Do të thënë nëse i ke veshur me avdes dhe nuk kanë kaluar 24 orë për atë njeri që është në vendin e vet, ose 3 ditë e 3 netë për atë që është udhëtar.